Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah. E ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëri i cili ka qenë kurat e mëhershme, kurat e Beni Israelve, i cili ka bu krimet mëdha, e ka rëndu faturën shumë tek Zoti xhallahu ala. Krasi ka qenë rebelu mëkatar, ai ka qenë edhe i padrejt ndaj njerëzve. Deri në atë mos sa që i ka vrarë 99 njerëz atë. Në paranon 99 njerëz i ka vrarë. Megjithatë 99 njerëz, apo me e kthy, me mujt me e zbërthy në barës mja pas dikujt në këtë dunja, apo qysh mundesh me ala këtë kusur? Absolutisht në asnjë mënyrë apo. Ky njeri ka vrarë 99 vetë. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu këtij njeri ka thënë mesazh se nëse don ti më pajtonan me ty ato. I ka thënë çfarë mesazhi? E ka inspiruar në zemër ti, ja ka thënë mënën për u penduar ato. Sepse su pendu kur ka 89 vetë. Është 79. Po, ka dash Allahu xhalla që me rënu faturën shumë. Apo për me tregu se fatura ju të rën nuk më kushton më ta lë borxhin ato. Dikujt për shkakun ja pas bërë 1 milion euro më të fal më atë, në a ka 100 euro ti falë, më 1 milion s'fal, apo? E Allah ka dashur me ka dhënë që mund të më vrap 200 vetën ta falë, se sa ka problem për mua, po veç tjetër. A don ti me pastru faturën tonë atë. Andaj ka vrarë 99 vet, edhe ka bërë ndërgjë më fal, më kusurit me Zotin, apo. Ka shku edhe ka thonë kallëzoni të një njëri dishëm atë. Edhe këto është interesant s'po, çore ky e ka ditë kur vjen puna ku duhet më shkuar atë. Ka ditë ku ka lyp, ka një njëri dishëm se pse i dishëm. Unë kam një posaçëm, ju kallaj keni, ju mundi vetëm me zgjidh problemet apo se s'keni gjunashëm, unë në thënë vetë duhet një ekspert për mua atë. Jo gjithkusht dini më kallëzu mua çka më bëu atë. E kanë thënë gabimisht te një njeri që koni devotshëm, ai sa i, pa se kon i dishëm. Në kërkania që i ka rënë 99 vetë kjo atë, nuk e ka marrë gjendjen e tij me dije, por e ka marrë me emocione. Këto është gabimi emocioneve, ka me një keqë që ka bu filoni, që ka bu filoni, kjo s'motën e emocioneve. Kër e ka një 99 i kemi të po ki ftyrë me një të po qëfar pendim për ty? E ka ma se s'ka pendim për mu, u që e ka ura dhe tha. I ka bu 100 vetë. 100 vetë i ka bu. Qëre njëri një randë dhe zëndëruar për. Le që nuk di më ratu dikën, pas vetën zi me rujt. Një randë ti edhe vetë ja shëshirën. Sa i ka mujtë me thonë, qërë ka e, kom vëkja për të një mes ka pas pendim për shambull. Po kam kjo 99 i ka ura, me bo me thonë s'ka këmë randë dhe mu, me s'pa ku edhe vetë me rujt s'ka dit. Ka thonë s'ka për ty, pa i thot njërit 99 i ka randë s'ka për ty të ube. Të edhe mos me pasur, po më rëqysh jam me hek qafe se, ti likvidon sa hora. A që i një randë që ka të bërë, i një randë. Sa njerës për shambull sot, sa njerës sot, jesin pa u këty të kalla gjellore, jesin pa u pëndu për shkak kësoj një randë. Pa dije. Ja mërse që këna bona, ja mërse s'ka kur gjë, mërse Allah në falë, mërse me kretë me kësu ignoranca. Hajë që zemra pasër, hajë që Allah në falë, me si ignoranca, e marim vetë në qafë. Që këni njëri ka qenë ignorant për balë në njëri, edhe së i ka kushtu kjo me jetë. E dikush që me 10 gjatë ditës ignorant dhe i vetës vetë, sa herë e mytë vetën e tijaj, të jabu vetë i qefin, ose duke mendu se s'ka për të pendim, ose duke mendu se shtirë, ose të ne manë kërkush, ignorant. Pa ignoranca është armiku më i madh njëri që e pengon mulit me Allahun xhela xhelali hotë. Në qoftë, apet e ka bre, 100 i ka vra, po apet ka duhet me pas në zgjidhje. Ka thonë delluni ala a'lami ahli al-ard. Ka thonë o burra, a ka njëri më i meqëm, dikë më i dishmi që është çfarë çaj çamdi. E kanë gjutë një jetë dietar hoq. Edhe kur e kanë ul para ti, ka thonë unë i kam vra 100 nafs. 100 vjet i kam vra. Heq pa mu të ramë syne, 100 vjet i kam vra. Ka thonë a ka më në pendim? Marë dikush me dve ty, që shtot, a kam pendim, qëka i këshëm thona? A i këshëm thonë, po, jo, të këqyrëm. Këtë djetarë si ka thonë as po, as jo. Jo, zban mi thonë. Po pëse si ka thonë po? Pëse si ka thonë po? Këtë regim ka mësim më ladhivë. Kjo është për neve tonëve. Se nësë jem jashtë të regim, në që të jem. Nësë se kërana 100 veta, po? Të 100 njerë e ka vrapa kja vetën tonë me gjënohe. Andaj, qërë kjo mësim është për neve. Këtë djetarin si ka dhonë mësim veç ti njëri.
Apo, po ne ka mësim të tonëve neve që vrajmë vetën tonë ditë për ditë me mëkate. Ky dietar si ka thonë, ti ki pendim, ka pendim për ty. Ja, si ka thonë kështu. Ai ka thonë helimin tauba. A ka për mua pendim? S'ka thonë dietari po. Ja, s'ka thonë dietari ka për ty, s'ka thonë dietari tash kur e s'ka thonë. Çka i ka thonë? E ka thonë një mësim të madh për neve, apo që na duhet këtë me kuptuar dashnjë. Kjo është begatia më e madhe që Allah na ka dhënë për shpërlarjen e faturës që se kanë fillim. I ka thonë, e kush guxon të qëndron mes teje mes tobës, kjo rrugë e qelë Allah, kjo është autoban. Kush guxon, për shkak dikush me vet, mos dikush e ka mshël rrugën në auto, kush guxon me mshël rrugën, rrugë kryesore autoban është ai. Apo a ne rruga që qarkullon mes rrugës të mes Allahu xhallahu është e qelë vazhdimisht. Nëse dikush e mshël rrugën që s'do me ecën aton, nëse Allah atë rrugë mund qelë gjithë. Ata që ta sikon ka për ty, s'ka për ty. Unë që më që të më ka, s'ka. Allah e ka qelë rrugë, e qelë është halal, zip se po veti për këtë punë. Apo nuk e mshëlin as 100 vet me vra. As 1000 kufuma me i gjujt s'mshëlet ajo aftë. As 1000 gjuna me i gjujt s'mshëlet ajo. Ajo qelë gjithë. Po që a don ti mirash rruga nuk don. Që kjo është e jote aftë. Prandaj paramendoj këtë hadith që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Inna Allaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul layl. Allahu xhallahu ala e zgjat dorën e tij ditën. Tash dora e Allahut është e zgjatur. Rruga e tij është e hapur. Për kan që të pendohet mëkatari natës. Kush ka bëu gjuna e prom, Allah apo do me dal rruga pa ta kumçel. Ti e ke mshël rrugën me gjuna, e kumçel rrugën mund me vazhduam. Subhanallah. Na e bëjmë shirën, jam shirën rrugën vetet, apo Allahu thret në sabah, po ta kumçel rrugën. Që dan mundesh me rapet sa mos i bën maleve se bien diku e the qafën apo. Shko rrugës ku duhet. Ta kumçel rrugën atë. Wa yabsutu yadahu bil layl li yatuba musi'u an-nahar. Edhe sonte natën Allahu xhallahu e zgjat dorën apo e pendimit, e të pranimit natën që të pendohet mëkatari ditës atë. Sot kush ka bëu gjuna i tek Allahu xhallahu e ka derën çel atë. Po kjo nuk kupton që ka qelë gjithmonë apo. Nga se nuk bjen me gjithmonë mirashe rruga atë. Prandaj ky njeri ka shku tek ky dietar ai kështu i ka thonë, kush guxon në këtë rrugë atë. Ajo që ka gjithashtu është ka dobi shumë da këto që mund më përmend, po dua të them që të bën përshtypje këtu është ky njeri o vëllëruar. Me 100 vjet vram ja ka marrë mendja që mund të shkojë në xhenet atë. Me 100 vjet vram ja ka marrë mendja që pat mund të pendua atë. Apo edhe ato që ka kërku Allahu ja ka dhënë atë. E pse na që shumë më pak sa i gjuna e kemë. Se 100 vjet që këna vra, alhamdulillah, do zi që ka dikush i ka vra 100 vjet. Apo? As këna, bo tem 50 gjinët, apo? Alhamdulillah, na me vra se nuk kemi marrë, as me kurgjë. E pse na mos me shfryzu këtë begati pra ato? Pse na mos me shfryzu këtë mirësit Allah xhallahu ala, që ti pendojmë me Allah xhallahu ala, ta forcojmë bindjen tonë te, edhe të përfundojmë maksimalisht sa të kemi mundësi me vrasje të vazhdueshme të vetes tonë. Ka se edhe njeriu me çdo gjuna që bën e godet vetën e vet fatkeqësisht. Ka se e rënon këtë fakturë tek Allahu xhallahu ala që nesër kam i kushu shtrajt. Prandaj na mos me pas. Allah, na mos me pas asnjë gjuna hiç. Asnjë gjuna se kem. Dhe tan kun me kalu në drejt Allahu xhallahu ala, fatura mbetet e rënuar apo. S'u ne paguën ti faturën kur. Me namazin ton, magjrimin ton, s'u ne paguën këtë fakturë kur apo. E lere më që kësaj fakturi ja shtojmë peshën edhe me gjunoat eventuale që çdo kush për neve i bën çdo ditë. Prandaj ajo që e leton këtë faturë është pendimi tek Allahu xhallahu ala dhe insistimi i vazhdueshëm që të jemi të mirë. Nëse Allahu xhallahu ala sheh në veten tonë dëshirë, sheh në veten tonë dert, breng, se na po dëshirojmë me qenë më të mirë, na po mundojmë me qenë më të mirë, na po pendohemi, rrëshqasim apo të çojmë, e sheh Allah këtë përpjekje tek ne. Allah ndihmon e sheh se ti po munduesh me la borxhin, andaj për këtë mund Allah xhallahu ala ta konsideron borxhin e lamave. E po dikur që s'mundet me la borxh. Para dikur që ti ka borxh 1000 euro, apo edhe thosh, kthani ato por, o Allah s'kam se që vetë sa vleo në iPhone 600 euro apo. Ushtja, apo a pranon? Ja, ti ai nuk ti ki borxh po blen iPhone?
Ose po blen ashtu, po, kthej boshën e ble çka dush. A ne shumë njerëz që stop, do Allah më afal, e blen me kanimi 2 minutë. Ka dalë ti e borsli dikun tjetër, ti s'je për me blen kështu. Ti se ki kët luks me çuvan këtu këtu. Ti se ki luks më ka dal, i ki një do borsli dikun tjetër. La e bosh Allah azza xal, tani ki luks shëtet e ku dush është dil. Apo ti ski na skim luks me lë namaz Allah. Nëse kem kët luks, na me pas mirë punta, po. Ti ski nevojë më fal, se ti shiki bash kërkuj. Ama na kena bash shumë. Ta nuk mundë me ble, apo me shku gjithkun e barë që Allah dhe i ngush i kërë. Nuk mundë kësot, nuk banë kësot. A ne duhet më pëndu të ka Allah gjellë gjellë. Duhet të pëndojme të ka Allah dhe gjellë, të kthejme të kaj, të mundojme bile smakët, në shallo, për shambull, kunder të ati që e cika më herët. Dikush ti ka bash 1.000 euro. Munohet, ti bjen ka 50 cent, ka 10 cent, ti bjen ka 5 cent, bëma Allah që ka shfitova sot, ti e shet që po munohet, duhet varë ju kam bo, po ti bjen ka 10 cent, apo, bo kia 10 euro së ti këthen, të shtira të fali kia, se ti peshe që po munohet, apo. Andë na te Allah gjellë me mund me që ka 1 cent, ka 2 cent, ka 5 cent, mu bo varë, me po Allah që po munohet që kërru bja mi shketa, fali kia, ti fal. Sa ti nuk i duhet na mja këj borqin, ama do me të pa që jemi rnjas, pa munosh, je i përgjithshëm. Ama kur si i përgjithshëm, se ki gale, barës dhe i këtu e bleshe tit, këta Allah Gjellewala, ja u kalzan tani, për pik u i kanë mjek në gjehnem, si i pandërgjithshëm, robi pandërgjithshëm. Pra na duhet me të regu të ka Allah Gjellewala, se vallaj na për një me kemi der ta u që me pima, na poknaqin po veç, qka i bëjmë falërimit, qka i bëjmë mirënjohës, qka i bëjmë e pagu, Allah. Prandaj, kurdo që Allah t'ja dëshmon kështot me pendim, me këthim të kaj, me përpjekje të vazhdueshme, apo atë rrëshqitjet eventuale falën ata. Kush mundohet, ama kush si ban vetë hizmet, apo në xhami do me shku, atje nuk do me bë, nuk do me nejt në përlegjërata, nuk do me nejt vetë i gati me pendim, nuk do me rrit shikimin e tij, nuk do me rrit ndëgjimin e tij. Ilshan apo atë për këta Allah na ruaj. Është faktura bajgi shumë e rënduar. Edhe që ka rëndësin këtë hadith, që më du me përfundu me të vëndëruar, këtë këshillë është se kënjën i ka thonë këj djetar ato që e cika, rrugë është e qelë, Allah dhe të përde qelë atë rrugë, sa ba e qelë në kësha me qelë, sa të pëshilë në këtë rrugë me gjunaj, Allah e qelë. Apo, thëtë një, po ti e kini problem, ti me bumenajt këtu, në këtë vend, ku i korajnë që në vetë, ti e petë vranë, se e mësu këtu, këtë qëtetit tu të ty, andaj ti dush me dojë për këtu. Ku du të me shkune? Ka ndur me shku me një vend që çka ka thonë? Atje ka njerëz të mirë që Allahun e adhurojnë. Apo? Do më thonë, një është rruga e qelë, pendimit e ka Allah Gjellewala, të ndihmon me faturën, po edhe ndajtja me njerëz të mirë. E që për lën faturën, apo? Ama, dënë këse në mu pendu të ka Allah Gjellewala, pasaj shkon atje në kafe, shko atje, mor shuapet, problem është kjo. Kështu s'munësh vallaj, nuk munësh, ti s'munësh me qëndru, ti s'un e ban, se sa problem, po ti s'un e ban. Nuk munësh ti me e bajt apo. Nërsa ko të rrinë mes në muslimanëve, rrinë me një neja aty, me një musliman aty, rrinë me musliman, me njerës që të arrujnë fin, atëherë edhe ato që ka s'ke mujt vetë me e bo. Veç neja me ta, Allah thot fale, kive se përën me qëtapë. A keni një edhe ditën e matë, që ka thënë pejgamberi kur të bëhen njerëz me një vend, e përmend Allahun azza wa xal, e Allah që me laqet aty i ka plën mëshira Allahut, e qetësia pe Allahut, e kështu me radhë, e përmend Allahu xhallahu ala tek ai kështu me radhë. Në fund Allahu i thot me lajkeve, ju jeni dëshmitar të mi se u kon fal. Apo çto njerëzve. Inshallah naim çto sot çatyne. Ne na mbledh me ngu fjalën Allahut azza wa xal. Në fund ka thonë njëra për me laqeve që kanë ka një arab. Aty është njëri që këtu kaluve që ka po i mbledh hinë vetëm që po bujnë. Ai soar me ngu. Qëre i ka po njerëz, tu ka porsyt sigurisht me kalu dikush sajt, edhe munal më thonë që pa çam mbledh sa njerëz veç, ai novish me ngu, pe kurrësh çka po ngojnë sta njerëz. Allah thot edhe aty, ka se muslimanë janë një popull që kushtën me ta skup ata. Ana skup sartën e muslimanëve. Sar dash pikë të rrethi, dash për shoqëri, mund të u vëllëndërum, vallahi. Këtë kushton shtrajt tek Allah xhalla xhelalu. Prandaj i tha këtij njeri, nisu atje apo. Shko atje. Ata janë larg sa i pitej ata, shumë kanë ngërshkula, po ti shkon gjithë me ta. Tu shku rrugë, çka i ka ndodhur ata? Gjithë rrugë i ka ardhur ata. Ai s'ka mri me shku, se ka plotsu kushtin, se kushti ka qenë u pendu edhe me shku. Ai një kusht e ka plotsu u pendu, po dytë se ka plotsu, s'ka mri atje ata. Çka çka po duone me përthin tek ju përfund ata. Çdo kush prej neve letja dëshmon Allahu çështot. Se po donë më bu maj mirë apëta. Ka në transmitimin e Ibn Majahs.
Transmetimi i vërtet. Ky njeri kur ka hetuar rëndimin e vdekjes, njeri e heton kur ti vjen vdekja, apo ka qenë kom duket e ka hetu se do më vdeka. Subhanallahu, ka na ditë gjoksin e ka qit përpara shumë, apo që bële për disa centimetra me gjoks me kon më afër tokës ku nis apo. Pe detit madh që ka pasur mri atje. Në çat ciklet dekës apo i ka rënë me gjoksin me ashtu përpara, bële pak një dorë ka qum anaton, ç'është. Apo bële do gishta që më afër venit apo ku jam nis tek Allah, ti kallzoi Allah praktikisht edhe me do gishta ti kallzoi se ne do mu pendu apo. A kush ja kallzon Allah ç'është apo? Atë Allah xhela për të bën çudin apo. Ç'është mi kallzoi Allah se do mu ndreqa? Çka ka ndodhur ato? Ai njeri me çata gishta me çata kret, s'ka mri atje. Kanë me marr me lajket e dënimit. Edhe me lajket e shpëlimit. Me lajket e dënimit kanë thonë, çka kanë thonë? Pa çu ka tokën çu ku është? Ngat s'ka mri me shku atje, joni është. Me lajket e shpëlimit kanë, ja joni është se u dal pi aty. Edhe Allah e ka dërguar një melek në formë njerit ato. Me gjyku me syne kush me marr ato. Realisht ai njeriu kon më afër tokës dënimit. Më afër kohës tokës skrimit, më afër ka qenë tokës ka punë. Kriti ka pas që me marr me lëkën e dënimit atë. Mirë, po për çat dorën e zgatme, çata që po i them, zgatë dorën ose gjoksin, ne çfarë Allah që po munohet, ha? Për çat dorë zgatme Allah ka on tokës afro. Tokën Allah e ka ndruar për këtë njeri atë. Shikoj, prej një njeri kriminal, 100 vjet i ka vrarë, tonat krim, ai që ka 100 vjet, a kupton s'ka pirakia? A veç që punë ka po, fal 5 vogë ka po sa fal sa ditë fal gajnira. Pa edhe raki ka pi me siguri, edhe zino ka bëu, 100 vjet i ka vrarë. Ti pano kur njëri vran si kur gjeti, për tjera si bën hesap apo. Shikoj çfarë kriminali ka qenë apo. Po kur i ka kallzuar Allah për një me, sa ajo është e kalume, s'ka të bëj me mumu. Unë edhe dur ti zgati më afër te ti, Allah dhe tokën për të ndron apo. A kuptove? Ti a mund më bëj çaj apo. Mund të më bëj çaj. Kallzoi Allah me zemrën tonë, me gjuhën tënde. Edhe dur zgatja natën apo se ti do të më më mirë me ta. Po, ka qenë e kalume, ka qenë i faturë rëndume, ka qenë i problem, ka qenë i ignorancë, ka qenë i gabim. Tash du me kondrysho zot ato. Çat faturën e parë du me pagu. Apo shumë bërë që jena ato. Po nëse se zgatim dorën Allah xhallahu ala si duhet sinqerisht, apo çka ndodh ato? Jo 0-0. Te Allah s'ka 0-0 ato. Krejt që ke po bërç, ti bërç ki. Ke bërç ki, Allah e shëndron që ti ja ki pagu dikujt apo. Apo? Mirësi. Jo ti që ke bu keq, jo ti që ke hungur, ti s'ke hungur kur. Apo? Po del tek Allah xhallahu ala si ti që ti ke bu mirë. Me këtë ato që ka qenë të kaluar apo. Kjo është taktive që me Zotin. Kjo kur bëhet nuk ndodh kështu. Kur kush nuk të ofron ty kështu apo. Andaj për këtë arsye ndëruar wallahi. Njeriu më i privum këtë botë është. Njeriu më i dështuar këtë botë është. Këto nëse asune dëshmojmë na, nuk mundna më marr dy proveta me qit këto sana me dal, çe, apo sot smundem të më kanë kështu. Problemi është apo. Por kam marrë vesh shpejti kjo punë. Njeri më i dështuar këtë botë është ai i cili Allahu ja çel rrugën ai thotën pibi male apo. Ç'është më i dështuar apo. Allah